Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka njoftuar se paga minimale është rritur nga 350 euro bruto në 425 euro. Ky vendim ka hyrë në fuqi që nga 1 janari këtij viti. Sipas ministrisë, kjo rritje do të zbatohet në 2 faza për të lehtësuar përshtatjen e punëdhënësve. Faza e parë tashmë ka nisur, ndërsa faza e dytë fillon me 1 korrik, kur paga minimale do të arrijë në 500 euro bruto. Ministria vlerëson se kjo rritje është një masë e rëndësishme në përmirësimin e kushteve të punëtorëve dhe për të parafruar pagën minimale me kushtet aktuale të tregut të punës. Ministria vlerëson se kjo rritje është një masë e rëndësishme në përmirësimin e kushteve të punëtorëve dhe për të parafruar pagën minimale me kushtet aktuale të tregut të punës. Institucionet përgjegjëse do të sigurojnë që vendimi të zbatohet plotësisht dhe në përputhje me ligjin në fuqi.